Dielli nisi të ngrihej ngadalë mbi kodrat e Prishtinës, duke hedhur rreze të arta mbi çatitë e lagjes së vjetur ku jetonte Ariana. Ishte një mëngjes pranvere që mbante në vetvete premtimin e diçkaje të re. Të bukur, por edhe të pasigurisë që vinte me çdo fillim të ri. Zogjt kënduan melodinë e tyre të përditshme, por për Arianën kjo nuk ishte një ditë e zakonshme. Ishte dita e dasmës së saj. Në dhomën e saj të vogël, të zbukuruar me dantella të bardha dhe foto të vjetra familjare, Ariana qëndronte ulur përpara pasqyrës. Flokët e saj të gjatë, të zinj si nata, binin si ujvar mbi supet e saj të zhveshura. Sytë e saj kafe, të cilët zakonisht shëndrisnin me jetë dhe kureshtje, sot dukeshin të errët, të mbushur me një peshë që askush tjetër nuk mund ta shihte. Ajo vështroi pamjen e saj në pasqyrë, por nuk e njihte vajzën që i shikonte mbrapsht. "A je gati, zemra ime?" pyeti nëna e saj Fahrie, duke hyrë në dhomë me një buzëqeshje të gjerë. Ajo mbante fustan elegant të kaltër, i cili i shkonte bukur me flokët e saj gri. Në duar mbante fustan të bardhë dasme që shkëlqente si dëbora e pastër në dritën e mëngjesit. Ariana u kthye dhe u përpoq të buzëqeshte, por buzët e saj dridheshin. "Ponan, pothuajse." Fahria e vëri fustanin mbi krevatin me kujdes të madh, sikur ishte një thesar i çmuar. "Kam pritur këtë ditë prej vitesh, Ariana, prej ditës që linde. Të shoh ty, vajzën time, duke u bërë grua, duke krijuar familjen tënde. Edoni është djalë i mirë. Do të kujdeset për ty." Fjalët e nënës së saj duhet ta kishin bërë Arianën të lumtur, por në vend të kësaj, ato e mbytën më shumë. Ajo ndjeu një ny në fyt që po e mposhte. "E di nën. Atëherë pse duken sytë e tu kaq të trishtuara?" Fahrie ju afrua dhe mori fytyrën e Arianës mes duarve. "Është normale ti jesh nervoze. Çdo nuze është nervoze në mëngjesin e dasmës. Por kur të shohësh Edonin duke pritur në fund të sallës, kur të marrësh dorën e tij, gjithçka do të bëhet e qartë. Do të kuptosh se ky është vendi ku i takon të jesh." Ariana donte t'i besonte asaj. Donte të besonte se gjithçka do të ishte në rregull, se dyshimet që hanin nga brenda ishin vetëm frika e zakonshme e një nuseje. Por kishte diçka më të thellë, diçka që nuk mund ta shpjegonte as për vetveten. "Faleminderit, nën," tha ajo butë, duke përqafuar Fahrien. Në ato përqafim, ajo provoi të gjente forcën që i mungonte. Pas disa minutash, dhoma u mbush me njerëz. Era, motra më e vogël e Arianës, hyri duke kërcyer me një shami flokësh në dorë. Ajo ishte vetëm 17 vjeç, e mbushur me energji dhe entuziazëm për jetën. "Ariana, është koha. Duhet të filloj me flokët e grimin. Gjithë lagja po vjen. Dëgjova që edhe familja e Donit solli 3 fotograf." Lirie, shoqja më e mirë e Arianës nga koha e shkollës fillore, erdhi pak pas erës. Ajo ishte gjithmonë praktike, gjithmonë ajo që e mbante Arianën me këmbë në tokë. "Mirëmëngjes, nusja më e bukur e botës," tha Lirie me një buzëqesje, por sytë e saj ishin të vëmendshëm. Ajo e njihte Arianën më mirë se kushdo tjetër, dhe mund të dallonte kur diçka nuk ishte në rregull. Ndërsa Era filloi të punonte me flokët e Arianës, duke i bërë valë të buta që të binin mbi supet e saj, Lirie ul pranë dhe e mori dorën e Arianës. "Si e?" "Mirë," u përgjigj Ariana automatikisht. "Mos më gënje mua," tha Lirie në zë të ulët, në mënyrë që të tjerët të mos dëgjonin. "Të njoh që prej kur ishim fëmijë, diçka të shqetëson." Ariana nuk tha asgjë për një moment. Ajo donte t'ja hapte zemrën Liries, t'i thoshte të vërtetën që po e hante nga brenda, por fjalët nuk dilnin. Si mund t'i shpjegonte dikujt atë që vetë nuk e kuptonte plotësisht? "Është vetëm nervozizëm," tha më në fund Ariana, duke larguar dorën butësisht. Liria e vështroi për një kohë të gjatë, por nuk shtyu më tej. "Në rregull, por di që jam këtu, gjithmonë." Ndërsa përgatitjet vazhduan, shtëpia e Arianës u mbush me zhurmë dhe gëzim. Xhaxhai Agron, vëllai më i madh i babait të Arianës, erdhi me gruan dhe fëmijët e tij. Ai ishte njëri i madh, me zë të fortë dhe të qeshur që mbushte dhomën. "Ku është nusja jon? Le ta shohim sa i bukur u bë." Ariana doli nga dhoma e saj, tashmë e veshur me fustan të bardhë që i binte bukur trupit të saj të hollë. Fustani ishte i dizenjuar me dantela të imta dhe kristale që shkëlqenin me çdo lëvizje. Flokët e saj ishin mbërthyer pjesërisht lart, me disa kaçurrela që binin lirshëm. Ajo dukej si një princesh nga përralla. "Mashallah," thiri Xhaxhai Agron.
nuk ka nuse më të bukur në të gjithë Kosovën. Të gjithë duar trokitën dhe Ariana u përpoq të buzëqesh. Ajo e dinte se duhet të ishte e lumtur, se kjo ishte dita që çdo vajzë ëndëronte. Por brenda saj kishte një zë të vogël që thoshte diçka ndryshe. Babai i Arianës, Ramizi, qëndronte në këndin e dhomës së ndenjës duke vështruar vajzën e tij me syt plot lot. Ai ishte njëri i heshtur, që rrallë shprehte ndjenjat e tij. Por sot, ndjenjat e tij ishin të dukshme për të gjithë. Kur sytë e tyre u takuan, Ramizi u afrua dhe e përqafoi Arianën fort. "Bija ime", tha ai me zë të përmbajtur. "Sot po t'jap dorën dikujt tjetër, por do të jesh gjithmonë vajza ime e vogël." Ariana ndjeu lotët duke i ardhur në sy. Ajo e përqafoi baban e saj më fort. "Faleminderit për gjithçka, baba." Ramizi e mori fytyrën e saj mes duarve. "Je e lumtur apo jo?" Pyetja ishte e thjeshtë, por pesha e saj ishte e madhe. Ariana e dinte se babari i saj mund të lexonte njerëzit më mirë se kushdo. Ai kishte kaluar vështirësi dhe kishte mësuar të dallonte kur dikush po fshihte diçka. "Po, baba", tha Ariana, por zëri i saj nuk dëgjoi bindës. Ramizi e vështroi për një moment të gjatë. "Nëse nuk është vonë të ndryshosh mendje." Fjalet e tij e zun Arianën në befasi. Ajo nuk ishte menduar kurrë që babai i saj do t'i jepte një mundësi të tillë. Por gjithçka është e organizuar, familja e Donit, mysafirët, ushqimi. "Gjithë kjo nuk ka vlerë nëse ti nuk je e lumtur", tha Ramizi me vendosmëri. "Dua që ti të jesh e sigurt në vendimin tënd. Martesa nuk është diçka që bëhet për të kënaqur të tjerët. Është për ty dhe për atë me cilin zgjedh të kalosh jetën." Ariana nuk e dinte çfarë të thoshte. Ajo ndjeu një val emocioni duke e përfshirë, por para se të mund të përgjigjej, era thirri nga dhoma tjetër. "Ariana, koha për fotot!" Momenti u prish dhe Ramizi e puthi Arianën në ball. "Mendo mirë, bija ime." Ndërsa dita vazhdonte, Ariana u fotografua me familjen, me shoqet, me gruan e Xhaxhait dhe me të gjithë ata që kishin ardhur për ta mbështetur. Çdo foto duke je përkryer, por askush nuk mund të shihte trazirën që po ndodhte brenda zemrës së Arianës. Kur arriti një moment qetësie, Ariana u largua në dhomën e saj dhe mbylli derën. Ajo kishte nevojë të mendonte, të gjente qartësi. Ajo hapi sirtaret e komodës së saj dhe nxori një kuti të vogël druri. Brenda saj ishin letra të vjetra, fotografi të kohës së shkollës dhe një letër që nuk e kishte hapur prej vitesh. Letra ishte nga Besar, djali që kishte qenë dashuria e parë e Arianës. Ata kishin qenë bashkë kur ishin të rinj, plot ëndra dhe plane për të ardhmen, por jeta kishte marrë një rrugë tjetër. Besari kishte shkuar në Gjermani për studime dhe më pas për punë. Ata kishin humbur kontaktet gradualisht, derisa një ditë ai thjesht u largua nga jeta e saj. Ariana e mbajti letrën në duar, duke kujtuar fjalët që ai kishte shkruar. "Nuk do të harroj kurrë, Ariana. Ku të jem, pjesa ime më e mirë do të jetë gjithmonë me ty." Ajo ndjeu lotët duke i ardhur përsëri. Pse po mendonte për Besarin sot, në ditën e dasmës së saj me një burr tjetër? Pse nuk mund të harronte atë? Dikush trokiti në terë. "Ariana, ishte lirie. Mund të hy?" Ariana e fshiu shpejt fytyrën dhe e fshehni letrën. "Po, hy." Lirie hyri dhe e pa me njëherë gjendjen e Arianës. Ajo mbylli derën pas saj dhe ul pranë. "Çfarë po ndodh?" "Dhe kësaj radhe, dua të vërtetën." Ariana mori një frymë të thellë. Ajo e dinte se nuk mund të vazhdonte të fshihte gjithçka. "Për martesën?" "Po", pranoi Ariana. "E Doni është njëri i mirë, e di që do të kujdeset për mua, që familja e tij është e respektuar, që jeta ime do të jetë e qetë dhe e sigurt, por nuk e do", e plotësoi lirie.
Ariana e shikoi me sy të gjerë. Si edhe? Sepse të njoh, tha Liria, dhe sepse kam parë se si e shikon. Ka respekt, ka admirim, por nuk ka atë shkëndi, nuk ka atë zjarr që duhet të ketë. Mendova se dashuria do të vinte me kohën, tha Ariana. Të gjithë më thonë se martesa është kompromis, se dashuria romantike është për filmat, që gjëja e vërtet është partneriteti, respekti, stabiliteti. Dhe ti i beson këtyre fjalëve? Pyeti Liria. Ariana heshti. Jo, ajo nuk i besonte. Ajo kishte ndjerë dashuri të vërtet një herë, me Besarin. Kishte ndjerë atë ndjenjë kur zemra ra më shpejt vetëm nga thjeshtimi i menduarit për të. Kishte ndjerë atë dëshirë për të qenë pranë tij çdo moment, për të ndarë me të çdo mendim, çdo ëndër. Me Edonin, ajo nuk kishte asnjë nga këto. Atëherë, pse po bën këtë? Pyeti Liri e butë. Sepse të gjithë presin, tha Ariana duke filluar të qante. Prindrit e mi kanë punuar kaq shumë për këtë dasëm. Baba im ka shpenzuar kursime të gjitha jetës. Nëna ime ka ndëruar për këtë ditë. Familja e Donit ka bërë përgatitje prej muajsh. Si mund t'i zgënjej të gjithë? Liria e përqafoi Arianën. Por, nëse ti zgënjehesh vetveten, atëherë çfarë? Ishte mesdite kur Ariana duhej të takohej me Edonin për tradicionalin takim para ceremonisë. Sipas traditës, dhëndri vinte në shtëpinë e nuses për ta marrë dhe për të shkuar bashkë në sallë. Edoni arriti me kurorën e tij, të veshur me kostum elegant të zi. Ai ishte njëri truprashkur, me fytyrë të qeshur dhe sjellje të sjellshme. Kur e pa Arianën, sytë e tij shkëlqyen. Je e mahnitshme, tha ai me admirim të sinqert. Faleminderit, tha Ariana, duke përpjekur të mbajë një buzëqeshje. Ata ulën në dhomën e ndenjës për disa minuta, rrethuar nga familjet e tyre. Gjyshja e Donit, një grua e vjetër me përvojë jete të gjatë, e vështroi Arianën me një shikim që dukej sikur mund të lexonte shpirtin. Nëna e Donit, Shpresa, qeshi nervozisht. Nana, mos e tremb vajzën, është normale të jetë emocionuar. Por gjyshja nuk e hoqi shikimin nga Ariana. Kur një grua martohet, duhet jetë e sigurt. Nëse ka dyshime, më mirë të flas tani se sa të pendohet më vonë. Një heshtje e pakëndshme u përhap në dhomë. Edoni e mori dorën e Arianës. Gjithçka është në rregull, tha ai duke u përpjekur të qetësojë atmosferën. Ariana dhe unë jemi të lumtur. Kjo është fillimi i jetës sonë së re. Ariana e shikoi dhe pa shpresën në sytë e tij. Ai e donte me të vërtetë. Ajo mund ta shihte. Por dashuria e tij ishte e njanshme dhe kjo e bënte gjithçka më të vështirë. Pas disa minutash, koha kishte ardhur të niseshin për në sallë. Makina ishte e zbukuruar me lule dhe shirita. Muzika filloi të binte dhe njerëzit filluan të kërcejnë dhe të këndojnë. Ishte një atmosferë festive, e mbushur me gëzim dhe shpresë. Por në makinë, ndërsa Ariana udhëtonte drejt sallës ku do të kryhej ceremonia, ajo ndjehej sikur po shkonte drejt një fati që nuk e kishte zgjedhur vetë. Çdo metër që afroheshin te salla, zemra e saj rrahte më shpejt, jo nga kënaqësia, por nga ankthi. Kur arritën në sallë, Ariana u çua në dhomën e nuses, ku do të priste derisa të fillonte ceremonia. Salla ishte e madhërishme, e zbukuruar me lule të bardha dhe të kuqe. Ulset ishin plot me mysafir që prisin me padurim. Era hyri në dhomë dhe e pa gjendjen e Arianës. Çfarë ndodh? Pyeti ajo me shqetësim. Ariana ishte ulur në karige, duke mbajtur kokën mes duarve. Ajo nuk mund ta fshihte më. Nuk mund ta bëj këtë, Ariana. Çfarë? Era u tremb. Ariana, çfarë po thua? Nuk mund të martohem me Edonin, tha Ariana duke e shikuar motrën e saj. E di që të gjithë presin, e di që kjo është e tmerrshme, por nuk mund ta bëj. Nuk do të jetë e drejtë për të, as për mua. Era ul pranë saj duke u përpjekur të kuptonte. Por pse? Çfarë ka ndodhur? Edoni është i mirë, ti e ke pranuar këtë martesë. Çfarë ka ndryshuar? Asgjë nuk ka ndryshuar, tha Ariana. Kjo është problemi. Unë kur nuk kam qenë e sigurt, por kam vazhduar sepse mendova se ishte gjëja e duhur për t'u bërë. Por tani duke qëndruar këtu, duke ditur se pas pak minutash do të them po dhe do të lidhem me dikë që nuk e dua, nuk mund ta bëj. Era u shokua. Por çfarë do të thonë njerëzit? Çfarë do të thotë familja e Donit? Ariana, kjo do të jetë një skandal i madh. E di që do të jetë e tmerrshme,
Por nëse martohem dhe nuk jam e lumtur, nëse kaloj jetën time duke u përpjekur të duke sikur gjithçka është në rregull, kur nuk është, atëherë çfarë lloj jete do të jetë ajo? Era nuk e dinte çfarë të thoshte. Ajo ishte ende e re dhe nuk ishte përjetuar diçka të tillë, por ajo e donte motrën e saj dhe nuk donte ta shitet të pafat. Çfarë do të bësh? Pyeti Era. Duhet të flas me Edonin, tha Ariana. Ai meriton të di të vërtetën. Nuk është e drejtë për të martohet me dikë që nuk mund t'ia kthej dashurinë që ai jep. Para se Ariana të mund të lëvizte, dera e dhomës u hap dhe hyri dikush që ajo nuk e priste. Ishte Shpresa, nëna e Edonit. Mund të flas me ty vetëm? Pyeti Shpresa me një ton ferioz. Era e shikoi Arianën dhe pastaj doli nga dhoma, duke i lënë vetëm. Shpresa u ul përballë Arianës. Ajo duke e shqetësuar, por edhe e vendosur. E di që diçka nuk shkon mirë, filloi ajo. Kam parë se si e shikon djalin tim, dhe e di që nuk është dashuria ajo që ndje. Ariana nuk e dinte si të reagonte. Ajo kishte menduar që do të duhej të fshihte ndjenjat e saj, por nëna e Edonit tashmë kishte vënë re. Nuk dua të bëj presion, vazhdoi Shpresa, por dua të them diçka që ndoshta do të ndihmojë të kuptosh pse kjo martesë është e rëndësishme. Ariana e dëgjoi me vëmendje. Edoni nuk të ka treguar gjithçka për të kaluarën e tij, tha Shpresa. Para 2 vitesh, ai ishte i fejuar me një vajzë tjetër. Edoni njëri tjetrin shumë. Për pak para dasmës, ajo vdiq në një aksident makine. Ariana e mbajti frymën. Ajo nuk e kishte ditur këtë. Edoni u shkatërrua. Vazhdoi Shpresa me lot në sy. Ai e humbi vullnetin për të jetuar. Kaloi muaj duke mos dal nga dhoma, duke mos folur me askënd. Ne menduam që do ta humbasim. Por ngadalë ai filloi të shërohet. Dhe kur të takoj ty, unë pash diçka që nuk e kisha parë prej kohësh. Pash shpresë në sytë e tij. Ariana ndjeu një peshë të re në gjoks. Pse nuk më tha? Sepse ai nuk donte që ti ta kesh mëshirë për të. Ai dëshironte që ti ta pranoje për atë që është tani, jo për atë që ka humbur. Por unë mendova se ti duhet ta dish, sepse nëse ti e lë sot, ai nuk do të shërohet më. Kjo do të jetë goditja përfundimtare. Ariana ndjeu lotë duke i ardhur. Ajo nuk e kishte ditur që po mbante një bar kaq të madhe mbi supe. Si mund të largohej tani, duke ditur që do t'i shkaktonte Edonit dhimbje të tillë? Nuk po të kërkoj të martohesh me të nëse nuk e do, sa Shpresa, por po të kërkoj të mendosh mirë. Dashuria mund të rritet me kohën. Dhe ndonjëherë dashuria nuk është vetëm ndjenja, por edhe zgjedhja për të qenë pranë dikujt, për ta mbështetur, për të ndërtuar diçka së bashku. Shpresa u ngrit dhe ja la Arianës kohë për të menduar. Kur dera u mbyll, Ariana mbeti vetëm me mendimet e saj të turbullta. Minuta kaluan si orë. Ariana dëgjoi muzikën duke u luajtur në sallë, dëgjoi zërat e mysafirëve që priteshin me padurim. Çdo gjë ishte gati, vetëm ajo mungonte. Dikush trokiti përsëri. Ishte lirie. Koha ka ardhur, të gjithë presin. Ariana e shikoi shoqen e saj. Nuk e di çfarë të bëj. Lirie ul pranë saj dhe e mori dorën. Atëherë dëgjoj zemrën tënde, jo mendjen, jo atë që të thonë të tjerët, por zemrën. Çfarë të thot ajo? Ariana mbylli syt dhe provoi të dëgjonte, por zemra e saj ishte një furtunë e zhurmshme, plot me frikë, dyshim dhe diçka tjetër që nuk mund ta identifikonte. Nuk e di, tha Ariana duke hapur syt. Për herë të parë në jetën time, nuk e di çfarë të bëj. Atëherë le të mendojmë bashk. Çfarë do të ndodhë nëse martohesh me Edonin? Do të kem një jetë të qetë, tha Ariana. Ai do të më trajtoj mirë, do të kemi fëmijë, do të krijojmë një familje. Por do të jetoj duke ditur që asnjëherë nuk e dhash vetes sime shansin për të gjetur atë që vërtet dua. Dhe nëse nuk martohesh? Do të kem lirinë time, tha Ariana. Por do të shkaktoj dhimbje për shumë njerëz. Edoni do të vuaj, familja ime do të jetë e turpëruar dhe unë do të jem e vetmuar për një kohë të gjatë. Por do të jesh e sinqertë me vetveten, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Ariana mendoi për fjalët e Liries. Ajo mendoi për gjyshen e Edonit që kishte thënë se një grua duhet të jetë e sigurt. Mendoi për babain e saj, që i kishte dhënë mundësinë për të ndryshuar mendje. Mendoi për shpresën dhe historinë e dhimbshme të Edonit. Dhe pastaj, në atë moment heshtjeje, ajo mendoi për vetveten, për vajzën e re që kishte ëndërruar për dashuri të vërtet, për aventura,
për një jetë të mbushur me pasion dhe kuptim. A kishte shkuar ajo kaq larg nga ajo vajzë? E di çfarë duhet bëj, tha Ariana më në fund. Ariana u ngrit dhe e rregulloi velin e saj. Ajo e mori një frymë të thellë dhe e hapi derën. Jashtë, babai i saj, Ramizi, po priste për ta shoqëruar në sallë. Je gati? Pyeti ai. Ariana e shikoi me sy plot vendosmëri. Po, baba, jam gati. Ata filluan të ecnin drejt hyrjes së sallës. Muzika u ndërrua dhe të gjithë u ngritën në këmbë. Dyert e mëdha u hapën dhe Ariana hyri në sallë, duke ecur ngadalë pranë babait të saj. Salla ishte madhështore. Qindra njerëz ishin atje, të gjithë duke e vështruar. Lule të bardha dhe të kuqe ishin kudo. Në fund të rrugës qëndronte Doni, duke buzëqeshur me fat të madh. Pranë tij ishin miqtë e tij më të mirë dhe familja e tij. Ndërsa Ariana ecte, ajo pa fytyrat e njerëzve, pa nënën e saj duke qarë nga gëzimi, pa motrën e saj duke buzëqeshur, pa gjyshërit, xhaxhallëqet, hallat, kushërinjt. Çdo fytyrë ishte e mbushur me lumturi dhe pritje. Por më pas, ajo pa diçka që e bëri të ngrinte. Në këndin e sallës, në rreshtin e fundit, kishte një burr që qëndronte në këmbë. Ai ishte i veshur thjesht, por diçka në të ishte njohëse. Zemra e Arianës ndaloi për një moment. Ishte besar. Dashuria e saj e parë, njeriu që ajo kishte menduar se kishte humbur përgjithmonë, ishte atje, duke e vështruar me sy plot dhimbje. Ariana pothuajse e humbi hapin. Si ishte e mundur? Pse ishte ai atje? Dhe pse tani, në momentin më kritik të jetës së saj? Ramizi e ndjeu se diçka nuk shkonte mirë. Çfarë ndodhi? Pyeti ai but. Asgjë, tha Ariana duke u përpjekur të vazhdonte të ecte, por këmbët e saj nuk dëshironin të lëviznin. Ajo arriti në fund të rrugës, ku e Doni po priste. Ai shtriu gërën dhe Ariana e mori. Dora e tij ishte e ngrohtë, e sigurt, por dora e saj dridhej. Imami filloi të fliste, duke i mirëpritur të gjithë dhe duke shpjeguar domethënien e martesës në Islam. Fjalët e tij ishin të bukura, plot me urtësi, por Ariana nuk mund të përqendrohej. Mendja e saj ishte në një vend tjetër. Ajo e hodhi sërish shikimin nga fundi i sallës. Besar ende ishte atje, i palëvizur, duke e vështruar në sy plot dhimbje. Dhe në atë moment, Ariana e kuptoi diçka. Ajo kuptoi pse ai ishte atje. Imami u drejtua e Donit. A e pranon ti Arianën si bashkëshorten tënde sipas ligjeve të Zotit dhe traditave tona? Po, tha e Doni me zot të qartë dhe të lumtur. E pranoj. Pastaj, imami u kthye Arianës. Dhe ti Ariana, a e pranon e Donin si bashkëshortin tënd? Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Të gjithë prisnin përgjigjen e saj. Çdo sy në sallë ishte të ajo. Nëna e saj buzëqeshte me lot gëzimi. Era kishte duart e bashkuara në shenjë lutjeje. E Doni e shikonte me dashuri të sinqertë. Por Ariana nuk mund të fliste. Fjalët ishin ngecur në fyt. Ajo e ndjeu peshën e momentit. Peshën e zgjedhjes që do të përcaktonte të gjithë jetën e saj. Ariana? Pyeti imami butësisht. A e pranon? Ariana e hodhi sërish shikimin nga Besar. Dhe në atë moment, ajo pa diçka në sytë e tij. Ajo pa dhimbje, por edhe diçka tjetër. Ajo pa pranim. Sikur ai po I thoshte, bëj atë që zemra jote të thotë. Dhe pastaj, Ariana e kuptoi. Ajo e kuptoi pse nuk mund të thoshte po. Nuk ishte për shkak të Besarit. Nuk ishte për shkak se ajo ende e donte atë, ose për shkak se ai ishte kthyer. Ishte për shkak se ajo nuk ishte e sinqert me vetveten. Ajo kishte pranuar këtë martesë për të gjitha arsyet e gabuara, për të kënaqur prindrit e saj, për të ndjekur pritjet e shoqërisë, për të pasur sigurinë që vinte me një burr të mirë dhe një familje të respektuar, por asnjëherë për shkak se zemra e saj e dëshironte. Më falni, tha Ariana me zë që dridhej. Ajo u kthye drejt e Donit. Më fal, Don. Buzëqeshja në fytyrën e Donit filloi të zhdukej. Çfarë? Nuk mund ta bëj këtë, tha Ariana duke filluar të qante. Ti je njeri I mrekullueshëm dhe do të bëhesh bashkëshort I shkëlqyer për dikë, por jo për mua.
sepse unë nuk mund të jap atë që ti meriton. Nuk mund të jap bashurinë që ti po më jep mua. Një valë habitjes u përha në sallë. Njerëzit filluan të përshpërisnin. Nëna Arianës u ngrit në këmbë me një shprehje të merri në fytyrë. Faria vrapoi drejt sallës. Ariana, çfarë po bën? Thiri ajo. Por Ariana nuk u ndal. Ajo duhet të mbaronte ato që kishte filluar. Gjatë gjithë kësaj kohe, unë kam munduar t'i bindem vetes se dashuria do të vinte me kohën, por e vërteta është se unë po mashtroja veten dhe po mashtronja edhe ty, dhe nuk është e drejtë. E doni duke i shkatruar. Sytë e tij u mbushën me lotë. Por unë të dua, tha i. E di që ti ndoshta nuk ndihet të njëjtën gjë tani, por mund të punojmë së bashku, mund ta ndërtojmë dashurinë tonë. Ariana e kapi dorën e tij. Ti meriton dikë që të doq në fillim, dikë që nuk ka dyshime, dikë që është e sigurt, dhe unë nuk jam ajo person. Nëse martohem me ty sot, do të jetë padrejtësi për të dyjan. Nëna e Donit, shpresa, u afrua. Fytyra e saj ishte e skuqur nga zemërimi dhe zhgënjimi. E di çfarë po bën? Po i shkatron jetën djalit tim. Pas gjithë çkaje që ai ka kaluar, ti po ja bën këtë? Më falni, tha Ariana duke qarë. E di që kjo është e tmerrshme, e di që po shkaktoj dhimbje, por nëse vazhdoj dhimbja do të jetë edhe më e madhe, për të gjithë ne. Ramizi u fut përpara. Ai e mori Arianën nga krahu dhe largoi nga centra e vëmendjes. Mjaft, tha i me autoritet. Le të shkojmë jashtë. Por Fahria nuk ishte e qetë. Ajo ishte e tërbuar. Si guxon, thirrri ajo. Si guxon të na bësh këtë turp? Të gjithë këta njerëz janë këtu për ty. Ne kemi punuar muaj të tërë për këtë ditë. Çfarë do të thonë njerëzit? Fahrie, mjaft, Ramizi e ndërpreu. Ajo në rrallë grinte zërin me gruan e tij, por tani kishte një ton që nuk lejonte kundërshtim. Ai e shoqëroi Arianën jashtë sallës, ndërsa muzika kishte ndaluar dhe njerëzit kishin filluar të flasin me zë të lartë. Skandali ishte i plot. Jashtë sallës, në një dhomë të vogël, Ramizi e bëri Arianën të ulej. Era hyri pas tyre, e ndjekur nga liria dhe disa antar të tjerë të familjes. Çfarë ndodhi? Pyeti Ariana me shqetësim. Ariana nuk mund të fliste. Ajo thjesht qante, duke i lëshuar të gjithë emocionet që kishte mbajtur për kaq kohë. Ramizi ul pranë sali dhe përqafoi. Është në rregull, tha i butë. Je fort që fole të vërtetën. Fahrie hyri në dhomë, ende e tërbuar. E fort, ajo është e çmendur, e ka shkatruar jetën e saj. Askush nuk do ta dëshirojë më, do të jemi objekt talljeje në të gjithë lagjen. Fahrie, ndaloje. Ramizi u ngrit me zemërim të rrallë. Kjo nuk ka të bëjë me atë që do të thonë njerëzit, ka të bëjë me lumturinë e vajzës son. Dhe nëse ajo nuk ishte e lumtur, atëherë unë jam krenar që pati guximin për ta thënë. Fahria e shikoi burrin e saj me befasi. Ajo nuk ishte mësuar me këtë lloj reagimi nga ai. Por gjithçka mund të organizohet sërish, tha Ramizi. Për as i përket parave nuk ka rëndësi. Mbush boshtin, merr kredite reja, punoj më shumë. Por ne nuk mund ta kthejmë lumturinë e humbur të një vajze që martohet me burrin e gabuar. Fahri e ul, duke filluar të kuptonte. Lotët filluan të rrjedhin në fytyrën e saj, jo nga zemrimi, por nga realizimi se sa afër kishin qenë për të bërë një gabim të madh. Më fal nën, sa Ariana, e di që të kam zhgënjyer. Jo, zemra ime, unë jam ajo që duhet të kërkoj falje. Unë të shtyva për të martesë pa të pyetur vërtet nëse ishe e lumtur. Thjesht doja aq shumë të shija të sigurt, të kujdesur. E di, por siguria nuk është gjithçka. Pak minuta më vonë, Edoni erdhi në dhomë. Ai ishte i qetë, por dhimbja në sytë e tij ishte e dukshme. Mund të flas me Arianën vetëm? Ramizi e shikoi Arianën për miratim dhe ajo tundi kokën. Të gjithë dolën nga dhoma, duke i lënë vetëm. Edoni i ul përballë Arianës. Për një kohë të gjatë, asnjëri nuk tha asgjë. Vetëm heshtja e rëndë mbushte hapësirën mes tyre. Pse? Pyeti Edoni më në fund. Çfarë kam bërë gabim? Nuk e bëra asgjë gabim, tha Ariana. Ti je njeri përkryer, çdo vajzë do të ishte me fat të kishte ty. Atëherë, pse jo ti? Pyeti ai, duke mos e fshehur dhimbjen. Ariana mori një frym të thellë. Sepse ti meriton dikë që të do aq sa ti e do atë, dhe unë nuk mund të t'jap këtë.
Kam provuar të mbind veten se do të mundi, por unë nuk do të mundet. Dhe nëse do të martoheshim me kalimin e viteve, ti do ta kuptoje. Do të shije në sytë e mi që diçka mungon, dhe kjo do të lëndonte edhe më shumë. Edoni e shikoi për një kohë të gjatë. A ka dikë tjetër? Ariana hezitoi. Jo në atë mënyrë që mendon, por ka një pjesë e zemrës sime që nuk është e lirë. Dhe nuk do të ishte drejt për ty të martoheshim kur unë nuk jam plotësisht e ytja. Edoni u përkull përpara, duke mbajtur kokën mes duarve. Nëna ime më tha për vajzën që humba. Ajo mendoi se kjo do të ndihmonte, por në të vërtetë e bëri gjithçka më të vështirë. E di, tha Ariana, dhe më vjen shumë keq për humbjen tënde. Por unë nuk mund të jem zëvendësimi i saj. Nuk mund të shëroj plagët e tua duke sakrifikuar veten time. Edoni ngriti kokën dhe e shikoi. Ke të drejtë, tha ai më në fund. Ke të drejtë dhe unë e di. Unë thjesht kisha shpresuar se ndoshta ti do t'ishe shpëtimi im. Shpëtimi yt duhet të vi nga brenda, tha Ariana but, jo nga dikush tjetër. Ata ulën në heshtje për disa minuta të tjera. Ishte një moment i dhimbshëm, por edhe një moment të vërtet, ku të dy pranuan realitetin. Çfarë do të bësh tani? Pyeti Edoni. Nuk e di, pranoi Ariana, por do ta zbuloj. Edoni u ngrit për të dalë, por u ndal në derë. Pavarësisht gjithçkaje, shpresoj që ti të gjesh atë që kërkon. Meriton të jesh e lumtur. Edhe ti, tha Ariana. Edhe ti meriton të jesh i lumtur. Kur Edoni doli, Ariana ndjeu një lojë lehtësimi. Ishte e dhimbshme, ishte e vështirë, por ishte e sinqertë. Dhe për herë të parë që prej shumë kohësh, ajo ndjeu se po merrte vendime për veten e saj, jo për të tjerët. Ndërsa Ariana ulej vetëm në dhomë, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur, dera u hap përsëri. Kësaj radhe ishte Lirie. Ka dikush që dëshiron të shoh, tha ajo, por e di që kjo është një ditë shumë e vështirë, kështu që nëse nuk do, mund t'i them të largohet. Kush është? Pyeti Ariana. Besar, tha Lirie. Ai është këtu dhe thot se ka diçka shumë të rëndësishme për të thënë. Zemra e Arianës filloi të rrathe më shpejt. Ajo nuk e kishte parë Besarin prej vitesh. Çfarë dëshironte ai? Pse kishte ardhur sot? Le të hyj, tha Ariana më në fund. Liria u largua dhe pas disa momentesh Besari hyri në dhomë. Ai ishte rritur, duke më i pjekur, por sytë e tij ishin të njëjtë, të ngrohtë, të thellë, plot me ndjenja. Përshëndetje Ariana, tha ai but. Përshëndetje, u përgjigj ajo, duke mos ditur çfarë tjetër të thoshte. Besari ul në një karrige përballë saj. E di që kjo është momentin më i keq i mundshëm për të ardhur, por nuk kisha zgjedhje tjetër. Duhej të flas me ty. Si e mësove për dasmën? Pyeti Ariana. E pash në Facebook, tha Besari. Një mik të përbashkët kishte postuar dhe kur e pash nuk mundja të mos vija. E di që t'ingëllon shmenduri, por duhet i isha këtu. Pse? Pyeti Ariana duke e kapur shikimin e tij. Besari mori një frym të thellë. Sepse unë bëra gabimin më të madh të jetës sime kur të lash të ikje. Kur shkova në Gjermani, mendoja se po ndiqja ëndrat e mia, se po ndërtonja një të ardhme, por në të vërtetë isha duke ikur nga ajo që më friksonte më shumë, angazhimi, përgjegjësia, mundësia që mund të dështoja. Ariana dëgjoi në heshtje. Gjatë gjithë këtyre viteve, të gjitha relacionet e mia dështuan, vazhdoi Besari, sepse asnjëherë nuk ndjeva për askënd atë që ndjeva për ty. Asnjëherë nuk pata atë lidhje, atë kuptim, atë ndjenjë se isha në vendin e duhur. Dhe sot, kur të pash duke ecur në atë sallë, e kuptova sa shumë kisha humbur. Besar, filloi Ariana, por ai e ndërpreu. Lër më të mbaroj, tha ai. Nuk erdha këtu për të prishur dasmën tënde, erdha këtu për të thënë të vërtetën, edhe nëse është vonë. Erdha për të thënë se ti ishe dashuria e jetës sime, dhe nëse do të kisha mundësinë të ktheja kohën, do të bëja gjithçka ndryshe. Ariana ndjeu lotët duke i ardhur përsëri. Pse tani? Pse jo para 2 viteve, ose 3, ose 5? Sepse ishe një budalla, tha Besar me sinqeritet të plot.
sepse mendoja se kisha kohë, sepse nuk e vlerësova atë që kisha derisa e humba. Ata ulën në heshtje për disa momente. Kishte kaq shumë për të thënë, por fjalët dukeshin të pamjaftueshme. "Çfarë do të bësh tani?" pyeti Besar. "Nuk e di," tha Ariana, "por e di që nuk mund të martohem me dikë që nuk e dua, dhe e di që kam nevojë për kohë për të kuptuar se çfarë dua vërtet nga jeta." Besar tundi kokën. "E kuptoj. Dhe nuk po të kërkoj të më japësh përgjigje sot, por doja që ti të dish se unë jam këtu. Nëse ndonjëherë vendos që do të më japësh një shans të dytë, do të jemi gatshëm. Jo sot, jo nesër, por kur të jesh gati." "Faleminderit," tha Ariana, "por nuk e di nëse mund të besoj përsëri." "E kuptoj edhe këtë," tha Besar. "E meritoj. Përshpresoj që një ditë do të kem mundësinë të tregoj se kam ndryshuar." Ai u ngrit për të dalë, por u ndal. "Për atë që vlen, je më e bukur sot se sa të kisha kujtuar ndonjëherë. Dhe burri që do të marrë një ditë do të jetë më i fati në botë." Pas daljes së Besarit, Ariana mbeti përsëri vetëm me mendimet e saj. Festa ishte anuluar. Mysafirët u larguan ngadalë, disa me zhgënjim, disa me kurrendshtje, të gjithë me diçka për të folur. Lajmi i nuses që refuzoi të martohej në ditën e dasmës do të përhapej shpejt në të gjithë lagjen, në të gjithë qytetin. Familja e Arianës u mbërson në shtëpinë e heshtje. Askush nuk dinte çfarë të thoshte. Nëna e saj shkoi direkt në dhomë, baba i saj ul në tarrac duke pirë çaj në heshtje, dhe Era u afrua tek Ariana. "Si je?" pyeti motra e vogël. "E shkatruar," pranoi Ariana, "por edhe lehtësuar." "E di që tani gjithçka duket e tmerrshme," tha Era, "por unë mendoj se bëre gjën e duhur. Nuk mund të jetosh një jetë të rreme për të bërë të tjerët të lumtur." Ariana e përgjafoi motrën e saj. "Faleminderit që je këtu." "Gjithmonë," tha Era. Atë natë, Ariana nuk mundi të flinte. Ajo qëndroi zgjuar, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur. Por më shumë se gjithçka, mendoi për vetveten, për vajzën që kishte qenë një herë plot me ëndra dhe kurajo. Kur kishte humbur atë vajzë? Kur kishte filluar të jetonte për pritjet e të tjerëve në vend që për dëshirat e veta? Ajo e dinte që rruga përpara do të ishte vështirë. Do të kishte njerëz që do ta gjykonin, që do të flisnin për të, që do ta shihnin si të çmendur ose egoiste. Por për herë të parë, ajo ndjeu se kishte kontrollin e jetës së saj. Dhe kjo ndjenjë, pavarësisht gjithë dhimbjes, ishte çliruese. Javët që pasuan ishin mes më të vështirave në jetën e Arianës. Lajmi u përhap shpejt. Në lagje, njerëzit flisnin vazhdimisht. Disa kishin mëshirë, të tjerë ishin kritik dhe shumë thjesht kishin kurreshtje. Fahria, nëna e Arianës, vuante më shumë nga të gjithë. Ajo që kishte qenë krenare për organizimin e dasmës, tani ndihej e turpëruar. Ajo rrallë dilte nga shtëpia, dhe kur dilte, kthente kokën poshtë. "Nëse do të dilje pak jashtë, do t'ishte më mirë," i tha Ramizi gruas së tij një mëngjes. "Njerëzit do të harrojnë nëse ti nuk u jep rëndësi." "Si mund të mos u jap rëndësi?" ju përgjigj Fahria. "Çdo herë që shkoj te dyqani ndjej shikimet, dëgjoj përshpëritjet." "Le të përshpëritin," tha Ramizi me qetësi. "Çfarë kanë ata të bëjnë me jetën tonë? Gjëja e vetme që ka rëndësi është se Ariana të jetë mirë." Fahria e shikoi burrin e saj me admirim të ri. Ajo kishte qenë gjithmonë më dominuese në familje, por tani Ramizi po tregonte një forcë që ajo nuk e kishte parë më parë. "Ke të drejtë," tha ajo më në fund. "Jam aq e përqendruar në atë që mendojnë të tjerët, sa nuk jam përkujdesur mjaftueshëm për vajzën tonë." Ajo shkoi te dhoma e Arianës dhe e gjeti të shtrirë në krevat, duke lexuar një libër. "Mund të hyn?" "Natyrisht nën," tha Ariana duke ulur. Fahria ul në skajin e krevatit. "Dua të kërkoj falje," filloi ajo, "për gjithçka, për presionin që të vura, për të mos të pyetur nëse ishe vërtet e lumtur, për të menduar më shumë për reputacionin ton se sa për mirëqenien tënde." Ariana e përqafoi nënën e saj. "Nuk është nevoja të kërkosh falje. E di që doje më të mirën për mua. Por nuk dëgjova atë që ti doje, dhe për këtë jam vërtet e pikëlluar. Gjithçka do të jetë në rregull, me kohën."
Një mesdite, 2 javë pas skandalit, Ariana mori një mesazh nga Edoni. Mund të takohemi për kafe? Dua të flas me ty. Ariana hezitoi, por vendosi të shkonte. Ajo i detyrohej atij të paktën këtë. Ata u takuan në një kafe të qetë jashtë qytetit, larg syve të kureshtarit. Edoni duke i lodhur, por më i qetë se herën e fundit që kishin folur. Si e? Pyeti ai kur u ulën. Po i dal mban, tha Ariana me sinqeritet. Dhe ti? E njëjta, tha Edoni. Nuk është lehtë, por po shërohem. Ata porositën kafe dhe qëndruan në heshtje për një moment. Erdha për të thënë diçka, filloi Edoni. Në fillim, isha shumë i zemëruar. Ndjeja sikur më kishe bërë padrejtësi të madhe. Por me kalimin e kohës, e kuptova që ti më bëre një favor. Ariana e shikoi me befasi. Ti më shpëtove nga një martesë që nuk do të kishte qenë e lumtur për asnjërin prej nesh. Vazhdoi ai. Dhe edhe pse në atë moment nuk e kuptova, tani e shikoj qartë. Unë të doja, por dashuria ime erdhi nga një vend i dëshpëruar. Kërkonja dikë që të më shpëtonte nga dhimbja ime. Dhe kjo nuk është e drejtë. Më vjen mirë që e sheh kështu, tha Ariana. Po të kam edhe diçka tjetër për të thënë, tha Edoni. Kam filluar terapi. Po punoj me veten time. Po mësoj të shërohem pa kërkuar që dikush tjetër ta bëj këtë për mua. Ariana buzëqeshi. Jam krenare për ty. Faleminderit, tha ai. Dhe shpresoj që edhe ti po bën të njëjtën gjë. Po gjesh atë që vërtet të bën të lumtur. Ata mbaruan kafen duke folur për gjëra të lehta, duke kujtuar momente të bukura nga koha kur njiheshin, por pa dhimbjen dhe peshën e së shkuarës. Kur u ndan, Ariana ndjeu se një kapitull kishte mbyllur në mënyrën e duhur. Javët kthyen në muaj. Ariana i filloi të përqendrohej në vetveten. Ajo u regjistrua në kurse pikture, diçka që kishte dashur të bënte prej vitesh, por nuk kishte gjetur kohë. Ajo filloi të shkruante, duke shprehur ndjenjat dhe mendimet e saj në një ditar. Një ditë, ndërsa ishte duke punuar në një pikturë, Liria erdhi për vizitë. Duket e bukur, tha Liria duke e vështruar punën. Faleminderit, tha Ariana. Është një mënyrë për të shprehur atë që nuk mund ta them me fjalë. Si e përgjithsisht? Pyeti Liria. Më mirë, tha Ariana. Çdo ditë është pak më e lehtë. Njerëzit po fillojnë të harrojnë dhe unë po filloj të gjej veten përsëri. Ke menduar për Besarin? Pyeti Liria me kujdes. Ariana ndaloi së pikturari. Po, ka menduar. Ai më ka dërguar disa mesazhe, por nuk jam e gatshme ende. Kam nevojë të jem e plot vet, para se të mund të jap veten dikujt tjetër. Kjo është e urtë, tha Liria. Por nëse vjen koha dhe vendos të japësh një shans, shpresoj që ai e ka merituar. Ariana buzëqeshi. Do ta shohim. 3 muaj kishin kaluar nga dita e dasmës që nuk u krye. Jeta po kthehej ngadalë në normalitet. Ariana kishte gjetur një punë të vogël në një dyqan librash, ku kalonte ditët e saj rrethuar nga histori të tjera, nga bota të tjera, që e ndihmonin të harronte për një kohë problemet e veta. Një pasdite, ndërsa po organizonte librat e rinj, një grua e vjetër hyri në dyqan. Ajo ishte veshur thjesht, me një shall të bardhë në kokë dhe një çantë të vjetër në dorë. Diçka në të ishte njohose, por Ariana nuk mund ta vendoste. Mund të më ndihmoni të gjej diçka? Pyeti gruaja në zë të butë. Natyrisht, tha Ariana duke u afruar. Çfarë po kërkoni? Gruaja shikoi për një moment të gjatë, sikur po përpiqej të vendoste nëse duhej të fliste. Në të vërtetë, nuk erdha për libra. Erdha për ty. Për mua? Por unë nuk ju njoh. Jo, por unë të njoh ty, tha gruaja. Emri im është Hamide. Isha shoqja më e mirë i gjyshes tënde. Ariana ndjeu një valë kujtimesh. Gjyshja e saj kishte vdekur kur ajo ishte vetëm 15 vjeç, por kujtimi i saj ishte ende i gjallë. Ajo kishte qenë gruaja më e urtë që Ariana kishte njohur ndonjëherë. Ju lutem,
Uluni, tha Ariana duke ftuar gruan në një karrige pranë raftit të librave. Çfarë mund të bëj për ju? Hamide u ul me vështirësi duke treguar moshën e saj të shtyrë. Kur dëgjova për atë që ndodhi në dasmën tënde, e dija që koha kishte ardhur të them një të vërtetë, që gjyshja jote më besoi para se të vdiste. Zemra Arianës filloi të rrahte më shpejt. Çfarë të vërtete? Hamide mori një frymë të thellë. Gjyshja jote kaloi përmes diçkaje shumë të ngjashme me ty kur ishte e re. Ajo u fejua me një djalë që familja kishte zgjedhur për të. Ishte djalë i mirë, nga familja e respektuar, saktësisht si e doni. Shoh një vajzë të fortë, më të fortë se sa kam qenë unë ndonjëherë. Shpresoj që ti të mos bësh të njëjtat gabime që bëra unë. Dashuria e vërtetë është rrallë. Kur e gjen, mos e lër të shkojë për shkak të frikës ose presionit të tjerëve. Jeto jetën që të bën të lumtur, jo atë që bën të tjerët të kënaqur. Me dashuri të përjetshme, gjyshja jote. Ariana qau pa ndaluar, ndërsa mbante letrën në gjoks. Ajo ndjeu një lidhje të re me gjyshen e saj. Një kuptim të thellë se dhimbja dhe dyshimet që kishte ndjer nuk ishin vetëm të saj. Ato ishin pjesë e një historie familjare, një varagu gjeneratash grash që kishin luftuar me të njëjtat zgjedhje të vështira. Atë mbrëmje, Ariana vendosi të takohej me Besarin. Ajo i dërgoi një mesazh. Mund të shohimi nesër? Përgjigja erdhi menjëherë. Po, ku dhe kur? Ata u takuan në parkun ku kishin shkuar shpesh kur ishin të rinj. Ishte një vend i mbushur me kujtime. Stoli ku ishin ulur dhe kishin folur për ëndrat e tyre. Rruga ku kishin ecur dorë për dore. Pema ku Besar kishte gdhendur inicialet e tyre. Besar po priste kur Ariana arriti. Ai duke i nervoz, por edhe i lumtur që ajo kishte pranuar të takohej. Faleminderit që erdha, tha ai. Faleminderit që postrova, tha Ariana. Ata filluan të ecnin ngadalë përmes parkut, në heshtje në fillim, duke e lënë atmosferën të fliste për ta. Ka menduar shumë për atë që më the. Filloi Ariana. Për pendimin tënd, për dashurinë që thua se ende ndje për mua, dhe pyeti Besar me shpresë në zë. Dhe kam menduar se kam nevojë të di nëse është e vërtetë, tha Ariana duke ndaluar ecjen dhe duke e shikuar drejt në sy. Nuk më mjafton të më thuash që ke ndryshuar. Kam nevojë ta shoh. Çfarë duhet të bëj? Pyeti Besar. Duhet të më tregosh se çfarë do të thotë të jesh këtu vërtet. Jo vetëm kur është e lehtë, por edhe kur është e vështirë. Duhet më tregosh se nuk do t'ikësh përsëri kur gjërat dohen të vështira. Do ta bëj, tha Besar me bindje. Do të provoj çdo ditë që jam këtu për të qëndruar. Por, jo sot, tha Ariana. Sot, unë ende nuk jam gati. Kam kaluar përmes diçkaje shumë të vështirë dhe kam nevojë për më shumë kohë për të shëruar, për të gjetur veten time plotësisht, para se të mund t'ja jap vetveten dikujt tjetër. Besar tundi kokën me kuptim. Sa kohë të duhet? Nuk e di, tha Ariana me sinqeritet. Por po të kërkoj të jesh i durueshëm. Nëse dashuria jote është e vërtetë, do të dish të presësh. Do të pres, tha Besar. Do të pres aq sa duhet. Ata vazhduan të ecin, duke folur për jetën, për ëndrat e tyre, për atë që kishin mësuar gjatë viteve që kishin qenë të ndarë. Ishte një bisedë e thellë, plot me sinqeritet dhe vlerueshmëri për momentin. Kur nata ra dhe koha erdhi të ndaheshin, Besari ia dha Arianës një paketë të vogël. Mos e hap tani, tha ai, hape kur të shkosh në shtëpi. Kur Ariana arriti në shtëpi, ajo shkoi në dhomën e saj dhe hapi paketën. Brenda kishte një ditar të bukur me kopertinë lëkure dhe një letër. Letra thoshte: Ariana, ky ditar është për ty, për të shkruar mendimet e tua, ëndrat e tua, frikrat e tua, për të qenë e sinqert me vetveten në mënyra që ndoshta nuk e qenë kurrë. Gjatë viteve që kemi qenë të ndarë, unë kam mbajtur një ditar dhe kam shkruar për ty shpesh. Kam shkruar për momentet tona, për gabimet e mia, për atë që do të bëja ndryshe nëse do të kisha mundësinë. Tani, dua që ti të kesh hapësirën tënde për të bërë të njëjtën gjë.
Dhe nëse një ditë vendos që dëshiron t'i ndash ato shkrime me mua, do t'jem këtu për të dëgjuar. Por, nëse vendos që nuk je gati kurrë, do ta respektoj edhe këtë. Me dashuri dhe durim, Besar. Ariana buzëqeshi përmes lotëve. Ajo e hapi ditarin dhe në faqen e parë shkruaj: Dita 1. Sot fillon një kapitull i ri. Nuk e di ku do të më çojë, për herë të parë nuk kam frikë të mos e di. Jam mësuar të jem me guximshme. Muajt vazhduan dhe Ariana vazhdoi të rritet. Ajo mori pjesë në ekspozita arti, duke ekspozuar pikturat e saj. Një nga to, një portret i një gruaje që qëndronte në një udhkryq, tërhoqi vëmendjen e një galerie të njohur që i ofroi një ekspozitë të vetme. Familja e saj, veçanërisht nëna e saj, Farrie, filloi ta pranonte zgjedhjen e saj. Madje, ajo filloi të ishte mbështetëse, duke i ndihmuar Arianës me organizimin e ekspozitës. Jam krenare për ty, i tha Farrie një ditë, ndërsa po ndihmonin të varreshin pikturat. E di që nuk ta kam thënë mjaftueshëm, por jam vërtet krenare për guximin që ke treguar. Faleminderit nën, tha Ariana duke e përqafuar. Gjyshja jote do të ishte krenare dhe ajo, tha Farrie pa e ditur se Ariana e dinte tani sekretin e gjyshes. Ariana buzëqeshi. E di. Edhe xhaxhai i Agroni, cili në fillim kishte qenë i zemëruar për skandalin, erdhi tek Ariana një ditë. Dua të kërkoj falje, tha ai. Në fillim, mendoja se kishit bërë gabim, se kishit hedhur poshtë një mundësi të mirë, por tani e shoh se sa e fortë je dhe respektoj vendimin tënd. Ariana e përqafoi xhaxhain e saj, duke ndier një dashuri të re për të, tani që e dinte të vërtetën e origjinës së tij. Ajo nuk do t'ia thoshte kurrë sekretin, disa të vërteta ishin më mirë të mbeteshin të fshehura, por do ta donte edhe më shumë për forcën që kishte trashëguar nga gjyshja e saj. Nata e ekspozitës erdhi. Galeria ishte e mbushur me njerëz, miq, familje, të njohur dhe shumë të panjohur që kishin ardhur për të parë punën e Arianës. Çdo pikturë tregonte një pjesë të udhëtimit të saj: dhimbja, dyshimi, guximi dhe më në fund liria. Piktura qendrore, ajo që tërhiqte më shumë vëmendje, ishte portreti një nuseje që qëndronte në prag të një dyere të hapur. Ajo po i kthente shpinën altarit dhe po shikonte drejt dritës jashtë. Titulli ishte Zgjedhja ime. Liria erdhi dhe qëndroi pranë Arianës. Është e mahnitshme, tha ajo. Të gjitha këto piktura, ato tregojnë historinë tënde, jo vetëm timen, por të çdo gruaje që ka pasur guximin të zgjedh veten. Ndërsa nata vazhdonte, Ariana pa shumë fytyra njohse. Edoni erdhi, duke sjell një lule dhe një urim. Jam vërtet i lumtur për ty, tha ai me sinqeritet. Ke gjetur rrugën tënde. Faleminderit, tha Ariana. Dhe si je ti? Mirë, tha Edoni me një buzëqeshje të vërtet. Po takoj dikë të ri, hap pas hapi, por ndjehet mirë. Ariana e përqafoi atë, e lumtur që të dy kishin gjetur paqe. Më në fund, ajo e pa Besarin duke hyrë. Ai duke elegant në kostum, duke mbajtur një tufë me lulet e saj të preferuara, zambak të bardhë. U bëre, tha ai duke ia dhënë lulet. Këto piktura janë të mrekullueshme. Faleminderit, tha Ariana duke ndier një ngrohtësi të veçantë në zemër kur e pa atë. Kam diçka për të treguar, tha Besar. Po hap një biznes këtu në Prishtinë. Vendosa të rikthehem përgjithmonë, sepse këtu është vendi ku i takon të jem. Ariana e shikoi me sy të gjerë. Vërtet? Vërtet, tha ai. Dhe nuk po e bëj vetëm për ty, po e bëj për mua, sepse e kuptova se jeta ime është këtu. Por do të gënjehesha nëse thoja se ti nuk ishe pjesë e vendimit. Besar, filloi Ariana, por nuk e dinte çfarë të thoshte. Nuk po të kërkoj asgjë sot, tha i shpejt. Vetëm doja që ti ta dish. Jam këtu, dhe kur të jesh gati, nëse bëhesh ndonjëherë gati, do të jem këtu ende. Disa javë pas ekspozitës, Ariana mori një telefonat të papritur nga nëna e Edonit, Shpresa. Mund të takohemi? Pyeti Shpresa. E di që është çuditshëm pas gjithçkaje, por kam diçka që dua të jap. Ato u takuan në një kafe. Shpresa duke i më relaksuar se herën e fundit, më në paqe me situatën. Si je? Pyeti Ariana. Mirë, tha Shpresa, dhe Edoni është edhe më mirë. Ai po gjen lumturinë e tij, dhe unë e kam pranuar se ajo që ndodhi ishte për më mirë.
Ai u nxori një kuti të vogël nga çanta e saj dhe ja dha Arianës. Kjo ishte për ty. Unë e bleva si dhuratë dasme, por tani dua që ti ta kesh thjesht si dhuratë për guxim. Ariana e hapi kutin. Brenda kishte një unaz të bukur me një gur të kaltër. Është e bukur, tha ajo. Guri kaltër përfaqëson urtësinë dhe të vërtetën, dhe ti tregove të dyja kur vendose të flasësh të vërtetën atë ditë. E di që në atë moment të gjithë ishim të zemëruar, por tani e kuptoj se ti na shpëtove të gjithëve nga një jetë e pakënaqshme. Ariana e përqafoi shpresën, duke ndjer një kapitull tjetër duke u mbyllur në mënyrën e duhur. Një mbrëmje, gjatë një darke familjare, Xhaxhai Agron filloi të tregonte histori nga e kaluara. Ai përmendi gjyshen dhe sa e fortë kishte qenë ajo. Ajo ishte gruaja më e guximshme që kam njohur, edhe pse jeta nuk ishte gjithmonë e lehtë për të, ajo kurrë nuk u ankua. Ariana e shikoi me një ndjenjë re respekti, duke ditur sekretin që ai nuk e dinte kurrë. Ajo vendosi në atë moment se disa sekrete ishin për t'u mbajtur, por disa mësime duhet të ndaheshin. Xhaxha, tha Ariana, a mendon se gjyshja kishte pendime? Agron mendoi për një moment. Të gjithë kemi pendime, Ariana, por ajo më mësoi diçka të rëndësishme, se pendimi më i madh nuk është për gabimet që bën, por për shanset që nuk i merr. Ariana buzëqeshi, duke ditur se gjyshja e saj kishte lënë një mësim të rëndësishëm që po kalonte në gjenerata. 6 muaj kishin kaluar nga dita e dasmës. Ariana kishte ndryshuar kaq shumë. Ajo ishte më e fortë, më e sigurt në vetvete, më e lumtur. Një ditë, ndërsa po punonte në pikturën e saj të re, Besar erdhi në studio. Ajo e kishte ftuar atë. Një hap i vogël, por i rëndësishëm. Çfarë po krijon? Pyeti ai duke vështruar kanavacën. Diçka të re, tha Ariana. Një fillim. Ata qëndruan në heshtje për një moment, duke shijuar praninë e njëri tjetrit pa presion, pa pritje. Ariana, tha Besar më në fund. E di që the se duhet kohë, dhe nuk po të nxitoj, por dua që ti ta dish se çdo ditë që kaloj pranë teje, edhe sikur vetëm si mik, më bën më të lumtur se sa kam qenë prej vitesh. Ariana e shikoi dhe pa sinqeritetin në sytë e tij. Ajo ndjeu diçka duke lëvizur brenda saj. Jo ende dashuri së plot, për fillimin e saj. Një shkëndij që po fillonte të ndizej sërish. Faleminderit që ke duruar, tha ajo but. Do të duroj aq sa duhet, përsëriti ai premtimin e tij. Një vit kishte kaluar nga dita e dasmës që nuk u krye. Ariana organizoi një ekspozitë të dytë, kësaj radhe edhe më të suksesshme. Pikturat e saj po shikonin në galeri ndërkombëtare. Familja e saj ishte më e bashkuar se kur. Edhe e doni u fejua me një vajzë të mrekullueshme që e donte me të vërtet. Dhe ata ishin vërtet të lumtur. Ariana ishte ftuar në dasëm dhe shkoi me gëzim, duke parë se të dy kishin gjetur rrugën e tyre. Dhe Besar ishte atje, çdo ditë duke treguar me vepra se dashuria e tij ishte e vërtet. Ata ishin duke ndërtuar diçka të re së bashku, hap pas hapi, pa nxitim. Një mbrëmje, ndërsa po ecnin për Gjantllumit Prishtinë, Besar e zuri dorën e Arianës. Ajo nuk e tërhoqi. Për herë të parë, ajo ndjeu se ishte gati të fillonte të besonte përsëri. A mendon ndonjëherë për atë ditë? Pyeti Besar. Për ditën e dasmës? Po. Dhe çdo herë jam mirënjohëse që pata guximin. Edhe unë, tha Besar, sepse ai guxim të solli këtu tek unë në këtë moment. Ariana buzëqeshi dhe mori një frym të thellë. A e di çfarë kam mësuar? Çfarë? Se dashuria e vërtet nuk është ajo që të mban rob, tha Ariana. Dashuria e vërtet të bën të lirë, të jep hapësirë, të rritesh, të gabosh, të mësosh, dhe pastaj, kur je gati, të pret me durim. Besar e shtrëngoi dorën e saj butësisht. Dhe, a je gati? Ariana e shikoi. Njeriun që kishte dashuruar, që kishte humbur, që tani po gjentet përsëri. Ajo mendoi për gjithë udhëtimin që kishte bërë, për vajzën që kishte qenë dhe për gruan që ishte bërë. Po,
tha ajo më në fund, duke ndjer peshën dhe bukurinë e atij fjale. Mendoj se jam. Ishte një mbrëmje vere, 2 vjet pas ditës që kishte ndryshuar gjithçka. Ariana organizoi një mbledhje të vogël në shtëpinë e saj, një fest intime me familjen dhe miqt më të afërt. Gjatë darkës, Era, motra e saj, pyeti pyetjen që shumë vet ende e kishin në mendje. Ariana, a mund të na thuash tani arsyeja e vërtet pse nuk martove atë ditë? Dhoma u bë e qetë. Të gjithë kishin teoritë e tyre, por askush nuk e dinte të vërtetën e plot. Ariana buzëqeshi dhe u ngrit. E ka menduar këtë çështje shumë, filloi ajo. Dhe arsyeja nuk kishte një gjë e vetme. Nuk ishte vetëm për shkak se nuk e doja e donin sa duhej. Nuk ishte vetëm për shkak se Besar u kthye. Nuk ishte vetëm për shkak se kisha frikë. Ajo bëri një pauzë, duke shikuar fytyrat e të gjithëve që e duan. Arsyeja e vërtet ishte se, në atë moment, duke qëndruar atje në atë sallë me qindra sy duke më vështruar, me një jetë e cila tashmë ishte vendosur përpara meje, unë u zgjova. E kuptova se kisha jetuar për shumë kohë sipas pritjeve të tjerëve, duke bërë atë që mendoja se duhej të bëja, jo atë që zemra ime më thoshte. Dhe në atë moment, dëgjova një zë brenda meje. Ndoshta ishte zëri gjyshes time. Ndoshta ishte zëri im i brendshëm, që më tha, nëse nuk je e lumtur tani, nuk do të jesh kurrë. Nëse nuk zgjedh veten tani, do të humbasësh veten përgjithmonë. Lotët filluan të rrjedhin në fytyrën e saj, por ato nuk kishin lotë të trishtimit. Kështu që refuzova. Jo për shkak se e doni nuk ishte i mirë, jo për shkak se familja nuk ishte e duhur, por sepse unë nuk isha e duhur, nuk isha gati, nuk isha e sinqert me vetveten, dhe nuk mund të ndërtosh një jetë mbi gënjeshtra. Farihe nëna e saj qau butësisht. Dhe tani, a je e lumtur? Ariana buzëqeshi përmes lotëve. Po, për herë të parë në jetën time, po jetoj për mua, po ngjek ëndrrën time, po krijoj art që më bën të ndihem e gjallë, po ndërtoj marrëdhënie të vërteta të bazuara në sinqeritet dhe po mësoj çdo ditë se çfarë do të thotë të dua veten para se të dua dikë tjetër. Besar, i cili qëndronte në krah të saj, e mori dorën e saj. Dhe ne jemi bashk tani, tha ai, jo sepse ajo kishte nevojë për shpëtim, por sepse të dy zgjodhëm njëri tjetrin me sy të hapur, me zemra të lira. Ramizi, babai i Arianës, u ngrit dhe e përqafoi vajzën e tij. Ke treguar më shumë guxim se shumë burra që njoh. Jam krenar për ty. Ndërsa festa vazhdoi, Ariana u largua për një moment dhe doli në balkon. Qyteti shkëlqente poshtë saj, plot me jetë dhe mundësi. Ajo nxori diatarin që Besari kishte dhënë dhe filloi të shkruante faqen e fundit të tij. Sot mbyll këtë diatar, jo sepse udhëtimi im ka mbaruar, por sepse kam mësuar mësimin më të rëndësishëm. Guximi nuk është të mos kesh frikë, por të veprosh pavarësisht frikës. Dashuria e vërtet nuk është vetëm për dikë tjetër, por fillimisht për vetveten, dhe lumturia nuk vjen nga të qenit perfekt, por nga të qenit e sinqert. Refuzova të martohem atë ditë jo sepse nuk besoja në dashuri, por sepse besoja shumë në të. Besoja se dashuria meriton të jetë e vërtet, e thellë, e ndërsjellë, dhe ajo nuk mund të ndërtohej mbi dyshime dhe frikë. Sot, 2 vjet më vonë, jam e lumtur. Jo sepse gjithçka është perfekte, por sepse çdo ditë po zgjedh veten, po zgjedh të vërtetën, po zgjedh dashurinë e vërtet. Dhe nëse dikush lexon këtë histori një ditë dhe ndodhet në një situatë të ngjashme, dua që të di, është kurrë vonë për të zgjedhur vetveten, është kurrë vonë për të qenë e guximshme, është kurrë vonë për të thënë jo kur zemra jote thot jo, pavarësisht se sa njerëz po presin për një po. Jeta është e shkurtër dhe martesa, dashuria, familja, të gjitha këto janë shumë të rëndësishme për të marrë lehtas, meritojnë sinqeritet, guxim dhe një zemër të lirë. Kjo është arsyeja pse refuzova të martohem atë ditë dhe nuk do ta ndryshoja për asnjë në botë. Ariana mbylli diatarin dhe e mbajti për një moment në gjoks. Pastaj hyri brenda,
ku familja dhe miqtë e saj po qeshnin, po hanin, po jetonin. Besare pa duke hyrë dhe buzëqeshi. A je mirë? Më mirë se kur, tha Ariana, duke e marrë dorën e tij. Ajo i shikoi përreth domës, nënën e saj që po qeshte me hallat, babain e saj që po fliste me xhaxhain, motrën e saj që po kërcente me kushërinjët, Lirijes që po ndihmonte në kuzhinë dhe të gjithë ata njerëz që e donin pavarësisht të zgjedhjeve që kishte bërë. Dhe në atë moment, Ariana e kuptoi se kjo ishte dashuria e vërtetë. Jo vetëm dashuria romantike, por dashuria që vjen nga të qenit e rrethuar nga njerëz që të pranojnë për atë që je, që të mbështesin kur bën zgjedhje të vështira, që festojnë me ty kur gjen lumturinë. 3 vjet pas asaj dite të paharrueshme, Ariana qëndronte përsëri në një sallë të bukur të zbukuruar me lule, por kësaj radhe ajo ishte e sigurt. Kësaj radhe zemra e saj ishte e qetë. Kësaj radhe ajo dinte saktësisht se ku ishte dhe pse. Besar qëndronte në fund të sallës, dike e pritur me lot gëzimi në sy. 2 vjet të kurtimit të ngadalt, të ndërtimit të besimit, të kurimit të plagëve të vjetra, kishin quar në këtë moment. Ndërsa Ariana ecte drejt tij, e shoqëruar nga babai i saj, ajo nuk ndjeu asnjë dyshim, asnjë frikë, vetëm siguri të thellë se kjo ishte e duhura. Kur arriti te besari, ai përshpëriti: "A je e sigurt?" Ariana buzëqeshi me lot lumturie. "Kur nuk kam qenë më e sigurt për asgjë në jetën time." Ceremonia ishte e bukur, e thjeshtë, e mbushur me dashuri të vërtetë. Kur Imani pyeti: "A e pranon besarin si bashkëshortin tënd?" Ariana tha: "Po", me një zë të qartë, të fortë, të sigurt. Dhe kësaj radhe, ai po erdhi nga thellësia e shpirtit të saj, nga një vend i sinqeritetit dhe guximit që kishte ndërtuar përmes viteve të vetë zbulimit. Pas ceremonisë, ndërsa po festonin, era ju afrua Arianës. Kujtohet dita e asaj dasme të parë? Ariana buzëqeshi çdo ditë, dhe çdo ditë jam mirënjohëse për guximin që pata. Edhe unë, tha era, sepse ai guxim më mësoi diçka që kurrë nuk do ta harroj, se është më mirë të pendohesh për diçka që ke bërë, sesa për diçka që nuk ke guxuar të bësh. Ndërsa nata vazhdoi, plot me valle, qeshje dhe dashuri, Ariana u ndje plotësisht e lumtur. Jo sepse jeta e saj ishte perfekte, por sepse ishte e saj. Çdo zgjedhje, çdo hap, çdo moment ishin të vërteta. Dhe kur doli në balkon për të marrë një frymajri të pastër, besari erdhi pas saj. "Për çfarë po mendon?" pyeti ai duke përqafuar nga pas. "Po mendoj se sa e gjatë ka qenë rruga dhe se sa e vlefshme ka qenë." "A do ta bëje sërish?" pyeti besar. "A do të refuzoje dasëm përsëri?" Ariana u kthye dhe shikoi burrin e saj në sy. "Padyshim, sepse ajo ditë më mësoi tek këtë ditë. Ajo ditë më mësoi se kush jam dhe çfarë meritoj. Dhe kjo ditë është rezultati të gjitha atyre mësimeve." Ata qëndruan në heshtje për një moment, duke vështruar yjet mbi Prishtinë. "A e di çfarë është më e mira?" pyeti Ariana. "Çfarë? Se tani, kur njerëzit më pyesin për historinë tonë, mund t'u them të vërtetën. Se dashuria e vërtetë vjen kur je i sinqert me vetveten fillimisht. Se martesa e lumtur ndërtohet mbi guxim, jo frikë. Se refuzimi për të qenë pa sinqert ishte gjëja më e dashur që kam bërë ndonjëherë." Besare puthi në ball. "Dhe unë jam mirënjohës çdo ditë që ke pasur atë guxim." Ata hynë brenda, ku familjet e tyre ishin duke festuar, duke vallëzuar, duke jetuar. Ishte një fillim i ri, por kësaj radhe i ndërtuar mbi themele të forta të së vërtetës dhe dashurisë së vërtetë. Historia e Arianës nuk është vetëm një histori dashurie, është një histori guximi. Është një histori për të gjetur veten para se t'japësh veten. Është një kujtesë se martesa ose çdo angazhim i madh në jetë duhet të vinë nga një vend sinqeriteti, jo detyrimi. Shumë gra në Kosovë dhe në të gjithë botën gjenden në situata të ngjashme, të presionuara për të pranuar marrëdhënie që nuk i plotësojnë, për të ndjekur rrugë që nuk i zgjedhin vetë,
për të jetuar jetë që i përkasin pritjeve të tjerëve. Por Ariana na mëson se është kurrë vonë. Është kurrë vonë për të thënë të vërtetën. Është kurrë vonë për të zgjedhur vetveten. Është kurrë vonë për të qenë të guximshëm. Ndonjëherë, dashuria më e madhe që mund të tregojmë nuk është ndaj dikujt tjetër, por ndaj vetes son. Dhe kur mësojmë ta duam veten mjaftueshëm për të qenë të sinqert, atëherë çdo gjë tjetër bie në vend. Kjo është arsyeja pse Ariana refuzoi të martohej atë ditë. Jo sepse ishte e friksuar nga martesa, por sepse ishte mjaftueshëm e guximshme për të pritur për atë të duhurën, dashurinë e vërtetë, e ndërtuar mbi sinqeritet, respekt dhe zgjedhje të lirë. Dhe në fund, ajo e gjeti. Por më e rëndësishmja, ajo e gjeti vetveten. Dhe kjo bëri të gjithë ndryshimin.